Përshëndetje ju them të gjithë ndjekësve të mi në YouTube. Ka qenë një kohë e gjatë që unë për veten time jam marrur me ligjin e tërheqjes. Më ka interesuar shumë, kam dëgjuar shumë, kam lexuar shumë dhe këtu në Gjermani ka edhe plot trajner, ka që asnjëherë nuk tërhiqen dhe vazhdimisht thonë se ligji i tërheqjes funksionon dhe kjo mua shumë më ka zgjuar kurreshjen time tërkohën se si funksionon. Mirë, po në realitet unë asnjëherë ligjin e tërheqjes nuk ka mundur që ta zbërthej ose ta bëj që të punoj për mua. Shumica e njerëzve që jepin mësime tek ne shqiptarët, për shembull Mimoza Thaçi, dhe tani kanë dalë edhe plot të ri nga Shqipëria, mirë, po unë për vete, unë po flas personalisht për mendimin tim personal, ato gjëra që unë kam dashur t'i tërheq në jetën time dhe sipas formulave të pamshme nuk kanë funksionuar dhe gjithmonë më vinte si do të thoja kisha një lloj zilie si është e mundur, ndoshta njerëzit tjerë kanë mundësi që ta gjejnë atë formulën, atë e mrekullisë, mirë, po tek unë nuk funksiononte, edhe pse unë kam bërë lloj kam marrë mësime, kam lexuar libra, se ju kam thënë edhe në videot e kaluara që unë jam në vendin ku në bibliotekë ku gjej libra pothuajse për të gjitha temat, si për smundjet, si për psikologji, filozofi, kudo që unë kam dëshirë, kam qasje në materialet, do të thoja të fundit, mirë, po në realitet ligjin e tërheqjes nuk kam mundur që ta bëj që të funksionoj për mua. Edhe pse kam provuar, siç e thash, metoda, për shembull, disa shkruanin dhe thonin se para se të bish të flesh ose në atë pjesën kur ti je gjysmë fjetur, atëherë duhet ta mendosh dëshirën dhe ajo të veprosh disa ditë kështu dhe dëshira jote plotësohet. Mirë, po asaj nuk ka funksionuar. Mirë, po krejt në fund, tani unë kur po merrem me narcizmin dhe po më intereson kjo temë, thjesht unë për veten time nuk ka asnjë temë e cila më intereson më shumë se sa narcizmi, sepse është një diçka që e kam përjetuar në lëkurën time dhe nuk e kam ditur se sa afër dhe se sa i fuqishëm është narcizmi, do të thoja. Dhe tani bie fjala se nëse ligji i tërheqjes, unë besoj se ligji i tërheqjes funksionon dhe sipas mësimeve që i kam njohurive të mia, ligji funksionon në realitet. Mirë, po çka tërheqim ne dhe si mund të tërheqim? Duke mësuar për narcizmin e kam kuptuar se ne tërheqim pikërisht ato gjëra të cilat i njohim, sepse nuk mund as të besojmë, as të kemi një emocion, një energji, ta fokusojmë aty ku ne çka dëshirojmë, kur diçka ne nuk e njohim. Ashtu edhe narcizmin e tërheqim ne vetë për shkak se ne e njohim, për neve është diçka, na këtë e tërheqim pa vedije. Ne e njohim nga familja, ne e njohim nga rrethi ku jemi rritur dhe na duken pikërisht ata persona të besueshëm. Dhe nëse ne kemi kontakt për shembull me një femër e cila është rritur me dashuri dhe ka një vetbesim të plot, neve na duket si themi komike, neve na duket e pa besueshme, e pa qëndrueshme dhe vetë energjia jonë e largon atë. Mirë, po nëse ne jemi rritur në familje toksike dhe takojmë pikërisht njeriu i cili ka pasur prindër të tillë, për neve pa marrë parasysh se kush jemi ne, mashkull apo femër, neve ai personi tjetër na duket shumë më i besueshëm, shumë më i na tërheq dhe shumica, unë shpesh kam dëgjuar për shembull që njerëzit kur thonë për dikë, me këtë njeri kur unë jetë nuk do të mund ta kaloja jetën ose të kisha një shoqëri, për mua është sistemi ajo kafja e fortë dhe nuk muj me përballu. Dhe kjo është pikërisht ajo të cila
ajo formula e cila neve na bën që të tërheqim pikërisht të njëjtën që e kemi përjetuar dhe që e kemi. Kur bëhet fjala për prindrit, për shembull, këtu është diçka tjetër për shkak se ne nuk i zgjedhim ata dhe si një fëmijë ose si një krijesë e re që vim në këtë botë, ne nuk e dim se çka ndodh ose çfarë procese kemi kaluar para se të vim në këtë botë, dhe ndoshta është një karma, ndoshta është diçka që unë nuk dua të hyj në detaj, edhe pse kam disa informacione, mirë po do ta bëj një video tjetër. Mirë po kur bëhet fjala tani pasi ne të kemi mbijetuar nga narcizmi, për shembull nga prindrit, atëherë pse pikërisht ne tërheqim narcist ko narcist dhe persona që kanë pasur një të kaluar me narcistët. Kjo është vetëm se ne në realitet e njohim atë dhe pikërisht shkojmë atje. Ku shkon vëmendja, shkon edhe energjia dhe edhe së pari shkon tërheqja, për shembull, ne tërhiqemi nga ata persona, shkon vëmendja, shkon energjia dhe ashtu edhe bashkohemi. Krejt çka po dua të them është se shumica e njerëzve, për shembull, më thonë ose e kam dëgjuar shpesh që thonë se kur dikush ose në media, zakonisht në rrjetet sociale, po ka edhe video ku po spjegohet dhe po thuhet se njerëzit toksik janë kështu ose ashtu, dhe apeli i të gjithëve në fund është largohuni nga lidhja toksike, largohuni nga njerëzit toksik, mbani distancë nëse ata janë prindrit e juaj. Kjo është pothuajse ai hymni i cili vazhdimisht përsëritet. Mirë po ndoshta e keni vrejtur në videot e mia, unë nuk e bëj këtë thirrje për shkak se secili individ e di vetë se në çfarë shkalle është. Narcizmi është shumë i ndërlikuar dhe do të thoja që së pari duhet njeriu, shkalla e parë është që ta kuptoj se a është me të vërtetë në një lidhje toksike, a është me të vërtetë diçka që po përsëritet, se nuk është narcizëm, të gjithë ne kemi tipare narciste. Ajo është në natyrën e njeriut. Mirë po kur gjërat përsëriten dhe vazhdimisht përsëritet ai muster, ose që shtem në Kosovë rnek, që non-stop e kit njëjtën gjë, edhe pse dihet se ajo po të lëndon, ti e ke shprehur se këto gjëra më lëndojnë, ti e ke treguar, mirë po në një farë mënyre nuk vonon kohë dhe ajo përsëritet, ajo është një muster, ajo është një vazhdimsi, një program i cili nuk largohet, dhe aty nuk ka nevojë për diagnozë, nuk ka nevojë për ku ta diun se kush të vije ty dhe të thotë hey, ti je në një lidhje toksike, ti duhet të bëj ti nxjerrësh këmbët. Mirë po, secili këtë gjë duhet ta di vetë se ku ndodhet dhe çfarë vendimi duhet të marrë. Unë asnjëherë nuk dua që njerëzit me fjalët e mia të marrin një vendim. Unë vetëm dua që me fjalët e mia, me dijenin time që e kam unë, të njerëzit të dinë se ku janë. Kjo është këshilla ime, kjo është mesazhi im. Asnjëherë nuk dua që nga fjalët e mia të merret një përfundim, të merret një vendim. Mirë po unë dua vetëm që njerëzit që nuk e dinë se çka po ndodh, ta kuptojnë se nuk është duke ndodhur rastësisht, ta kuptojnë se nuk është diçka që do të përfundoj, ta kuptojnë që nuk është diçka që munden ata ta ndryshojnë, ta kuptojnë se nuk është faji tyre. Kjo është qëllimi im dhe këtu dua të dalë, sepse unë nuk e di se kush i dëgjon videot e mia. Ndoshta është një vajzë, ndoshta është një grua të cilës i është thënë ti je femër dhe kanë tradit në familje që askush mos të ndahet, askush mos të gruaja duhet ta dëgjoj burrin dhe nuk guxon të tregojë në familjen e saj se ajo ka probleme me partnerin ose edhe unë njoh edhe njerëz mashkuj të cilët pothuaja jetojnë në një lidhje shumë toksike ku gruaja me të vërtetë nuk i lë atij hapësirë për asgjë dhe gjithçka duhet partnerit të bëj për te, për shkak se çdo dëshirë t'ja lexoj nga
ta lexoj çdo dëshirë të saj dhe t'ja plotësoj se për ndryshe aty krisë problemi dhe kjo është pothuaj e pamundur që njeriu gjithmonë të jetë ai i cili duhet tjetrin ta bëjë të lumtur. Dhe unë nuk flas vetëm pse kam dëgjuar disa video dhe kam lexuar disa libra, jo. Mua më intereson se çka janë studiot të cilat janë bërë me njerëzit, ato të cilat janë të njohura. E dëgjoj pa ndërprerje se Vaknin, ai nuk thot vetëm mendimin, Meinung, si thonë gjermanët. Ato janë gjëra që të vërtetuara, që të kapshme, që në secilën studio ai e përmend edhe numrin e studios dhe pranimin se sa është e pranuar ajo studio me njerëz që është bërë me narcistët, konarcistët, me sociopatët, psikopatët, sepse ky spektrum është shumë i gjerë dhe videot e tina janë serioze. Unë ju them, unë mundohem kur kam kohë që të dëgjoj dhe të sjell atë çka është e kapshme, atë që unë ndjej se është e vërtetë dhe asnjëherë nuk është vetëm një të dalë dhe të flas për diçka që nuk është e qëndrueshme dhe nuk është e vërtetuar, do thoja. Kjo më bën që unë për vete ta marr atë guximin dhe t'ju them njerëzve që ata vetë të vendosin, se fundit askush nuk e ka të drejtën me vendos sa largohesh ti nga një lidhje toksike apo jo. Mirë po, dëshira ime është që videot e mia të shpërndahen, të pëlqehen dhe të njerëzit të abonohen, që ndoshta përmes tyre videot të shkojnë edhe atje ku ka nevojë dhe atje ku, siç e përmenda edhe në ato dëshirat e mia më herët që thash se unë dua që njerëzit vetëm ta kuptojnë se për çka bëhet fjalë dhe asesi të ndikohen për një vendim që ata duhet ta marrin vetë, sepse siç e thash, unë nuk e di se kush i dëgjon videot e mia, unë nuk e di se kush është ai i cili në çfarë gjendje është apo si është situata, sidomos tek ne shqiptarët, femrat në Kosovë, në Shqipëri, që shteti do thoja nuk bën asgjë për viktimat dhe ato ndoshta edhe më keq bëjnë nëse largohen nga ajo lidhje dhe unë nuk mund ta di gjendjen në të cilat ndodhen ato. Një gjë mund ta di vetëm se çdo gjë që ato bëjnë duhet ta dinë se nuk kanë të bëjnë me një person i cili e rregullon shtresin, e rregullon programin e vet simas në atë aspektin e shëndetshëm, në atë aspektin se si që bëjnë shumica e njerëzve. Mirë po narcistët kanë krejt një tjetër kimi, krejt një tjetër biologji brenda vetës dhe gjithçka komplet shtresin që e kanë e gjuajnë tek të tjerët, fajsojnë të tjerët dhe asnjëherë nuk janë fajtor, vetëm për ta rregulluar vetveten, për t'u ndier vetë mirë, sepse ata nuk mund të pranojnë faj. Siç e kam përmendur edhe në videot e kaluara, fajin ata asnjëherë nuk mund ta pranojnë dhe kjo i bën ata tani edhe më të vështirë për shkak se ti nuk e din se dikush kur gjërat nuk shkojnë mirë, ti e din mirë se dikush aty nuk i ka bërë punët siç duhet, do të thoja. Mirë po kur bëhet fjala për narcistët, për njerëzit që e kanë këtë problem, atëherë asnjëherë nuk mund të marrësh atë guximin të thuash, ose edhe nëse jo guximin, ti nuk mund të ta shprehsh dëshirën tënde për t'i sqaruar gjërat. Kjo është problemi, sepse në të shumtën e rasteve, si nga psikologët, si nga anëtarët e familjes, si nga njerëzit e tu, shumë njerëz edhe thonë po bisedo me te, ose aty kur është puna e fajt gjithmonë janë dy. Unë do thoja se kur është në pyetje narcizmi nuk janë dy.
sa ai tjetri mund të bëjë gjithçka. Ai që nuk është narcist, ai mund ta nxjerrë edhe budën nga vetvetja e vet. E kam provuar edhe vetë, do të thoja. Mirë po nuk ka asnjë shans që ta prek zemrën e tjetrit, për shembull, se nuk e pranon, ai nuk e njeh, ai nuk e din çka është. Kam bërë gjithçka, ju them nga përvoja, unë kam bërë gjithçka. Kam qajtur edhe përkundrazi jam shiquar në një farë mënyre sikur unë nuk jam normal dhe sikur në mënyrë sikur një fëmijë i vogël kur unë do të thoja që edhe një fëmijë i vogël kur e shiqon dikën duke qajtur, ai fillon ta ngushëlloj dhe automatikisht e bën atë. Mirë po para narcistëve, para personave që janë toksik të tillë, ti mundesh të bësh çka të duash. Nuk ju bën përshtypje, ju betohem nuk ju bën përshtypje. Unë nuk flas për atë narcizmin, do të thoya atë shkallën e butë ku dikush vendos që ti bëj qefin vetes ose i ka disa gjëra që me të vërtet nuk janë edhe aq të tolerueshme. Mirë po kur bëhet fjala për atë narcizmin që unë flas, ai është i tillë që nuk ke shans, nuk të jep asnjë mundësi, nuk të jep asnjë shans që të gjejsh qelsin për t'i rregulluar gjërat, sepse qelsi veç më është humbur qysh në fëmijërinë e tij dhe nuk ka mundësi të gjendet ai qels, nuk ka zgjidhje, do të thoja. Shumica e njerëzve po thonë, për shembull, nëpër video ti nuk po ofron zgjidhje. Unë ju thash edhe vetë se bëhet fjalë për diçka që nuk ka mundësi ta ndryshojmë. Çdo gjë është sipërfaqësore, çdo gjë që unë do të thoja, çdo teknik, sepse shpesh më qeshet kur dikush thotë si ti bëjmë ata të vuajnë, si ti bëjmë narcistët të ndihen keq apo narcisten. Unë do të thoja që mos luani me zjarrin, sepse ti nuk i të bëjsh me diçka që është normale, është diçka primitive, është diçka e vogël që mendon fëmiu mund edhe ta djeg komplet shtëpinë, vetëm pse ti nuk i ke dhënë një akullore ose diçka, po ta kishte mundësi ose shkrepse në atë moment, ai do ta digjte. Ti ke të bësh me një program të tillë dhe as mos e provo. Unë ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të mirë. Faleminderit.